mund ta bëni sa herë që meditoni në qetësi, të bëni këtë lloj meditimi trascendentalin. Ne do shkojmë të bëjmë teknikat e frymëmarrjes fillimisht dhe pastaj do të kalojmë në meditimin trascendental, i cili bëhet 2 herë gjatë ditës nga 20 minuta në mëngjes, paradite dhe mbasdita. Zakonisht bëhet në të njëjtën orar, por çfarë ka të veçantë ky meditim? Atëherë, nëse ju keni parë bashkë me mua këtu, bëjmë meditim të udhëzuar, zakonisht bëjmë meditim të udhëzuar, unë flas dhe ju udhëzoj juve, ju kanalizoj në një drejtim të caktuar gjatë meditimit. Ndërsa ka pasur raste, siç e dini edhe sot në mëngjes, që ju vura të meditoni në heshtje. Pra, ky është meditimi në heshtje. Meditimi trascendental është meditim i cili ne përdorim një mantër të caktuar gjatë gjithë kohës. Për shembull, secila prej jush sot do ta mendoj një fjalë kyçe, një fjalë të veçantë, personale, që mendon se i duket e bukur, rezonon me të, i duket mirë ta thotë. Për shembull, zgjedhim një fjalë lule, një fjalë e veçantë lule. Dhe tani këtë fjalë ti do ta përsërisësh me mendjen tënde gjatë gjithë kohës. Sa herë që të duket sikur je në mendim dhe harron fjalën, rikthehesh te fjala dhe përsërit me zërin e mendjes, lule, po jo me goja, me zërin e mendjes, gjatë gjithë kohës me ngadalë, me një ritëm të caktuar. Çfarë ndodh tani? Kjo është një lloj metode ose teknike që ne ja japim mendjes ta bëj në mënyrë që mendja të zihet me punë, me një punë të caktuar. Dhe ndërkohë që mendja i japim se mendja gjithmonë kërkon të bëj diçka. E tillë është ndërtuar të bëj diçka. Në këtë moment që mendja është gjithmonë gjatë gjithë kohës duke bërë këtë punë, trupi ka mundësi që të shkojë, të qetësohet dhe të bëjë një relaksim të thellë. Dhe gjatë kohës që trupi relaksohet, edhe valët e trurit kalojnë nga gjendja beta, që janë zakonisht kur ne jemi në aktivitet, kalojnë në gjendje alfa, që zakonisht është kur ndodh një relaksim. Pastaj, nëse ti vazhdon mediton rregullisht, mund të kalojë edhe në gjendje theta, që është një gjendje relaksimi e thellë e valëve të trurit, zakonisht kur jemi në një gjumë të lehtë, jo të thellë. Dhe pastaj, ata që meditojnë prej vitesh mund të kalojnë deri në valët delta. Dhe këto lëvizje të valëve konsiderohen trascendencë e trurit. Keni dëgjuar kur unë ju them do të transcendojnë valët e trurit. Pra, shkojnë në një transcendencë edhe kalojnë në atë që quhet fusha unike. Fusha unike është ajo fushë ku valët e trurit janë një me të dhe trupi ynë ka mundësi të rigjenerohet komplet, të vetëshërohet, sepse trupi ynë ta dini e ka këtë aftësi vetëshërimi. Njësoj si kur plagosemi, trupi ynë e mbyll vetë plagën. Njësoj është edhe për diagnozat të tjera më të rënda. E vetë nga gjë që ne na mban larg shërimit është mendja jonë, sepse mendja jonë na kufizon në bazë të fakteve dhe përvojave të së kaluarës. Nëse mendja jonë e di se kjo sëmundje nuk shërohet, atëherë e bën një blokadë aty dhe thotë jo nuk shërohet dhe nuk e lë trupin ta realizojë këtë proces vetëshërimi. Ndërkohë që gjatë meditimit, qoftë edhe transcendental që po shpjegojmë tani, qoftë edhe meditimeve të tjera, valët e trurit transcendojnë, prekin këtë fushën unike dhe ka mundësi që ta rigjenerojnë trupin, veten e tyre. Trupi pra ka mundësi ta vetëshërohet. Sepse mendja si kemi dhënë një punë, të mendoj këtë mantrën në mënyrë të përsëritur. Mirë, na ka bashkuar dhe Majlinda, atëherë përshëndetje Majlinda, unë sot po ju shpjegoj pak meditimin transcendental. Meditimi transcendental bazohet tek një mantër që ne përsërisim në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë kohës që meditojmë. Nëse ne jemi në mendime, e kapni veten në mendime, rikthehemi sërish te kjo mantër dhe e përsërisim. Kjo mantër është personale e juaja. Ju vetë vendosni këtë mantër. Nëse do shkoni ta bëni një certifikim për një meditim të caktuar, siç unë e kam bërë, atëherë unë e kam një mantër që ma ka dhënë mësuesi im. Por, ju
vendosni vetë një mantër, nuk ka problem. Fjalë, cilin një fjalë që rezonon me ju dhe e përsërisim sot kur ta bëjmë meditimin, 20 minuta duhet, unë do ta vë dhe alarmin, 20 minuta paradite, 20 minuta pasdite. Mund të ndodhë që të rezonoj me ju.